Atëherë, unë po filloj me një provë të vogël, që vërteton përfshirjen e Belerit, e Fredi Belerit në këtë aksion terrorist në Peshkëpit Gjirokastrës. Në vitin 2010, një gazetar investigativ grek, ai është me origjinë çame, Stavros Dzimas, quhet, boton një libër. Ky libër është titullohet Në plejadën e nacionalizmit. Dhe në këtë libër ai thotë që në vitin 2009 ka takuar një antar të organizatës Mavi, dhe i ka marrë atij një intervistë. Dhe në intervistën e tij, ky antar i organizatës Mavi është prezantuar me pseudonimin Fani. Dhe Fani i thotë, tekstualisht, ne të Mavit e kryem aksionin në Peshkëpi dhe në Longo. Gjithashtu ne kryem edhe sulmin me granat në peristerit të Athinës, në një tavernë ku ndodheshin dy deputetë të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Vangjel Tavo dhe Anastas Angjeli, dhe po mbani një takim atje. Gjatë intervistës, që ndodhet në këtë libër, thotë, ne u ndaluam në vitin 1995 dhe jep detaj, kur na ndaluan, thotë, në Delvinaçi, ishim me dy makina, një Seat i bardh dhe një furgon. Unë, thotë, ndodhesha në makinën Seat të bardh dhe isha ulur në sendilen mbrapa. Kur afrua policia dhe na ndaloi, unë mora kallashin dhe e mbusha, thotë ky. Pra, vërteton në këtë që ishte, dhe tashme, po të vim te dëshmia edhe në procesin gjyqësor. Në procesin gjyqësor që është mbajtur në vitin 1997, aty kemi dëshminë e policave që i ndaluan, e 6 policave që ndaluan, dhe kemi edhe dëshminë e vet këtyre të ndaluarve. Kemi edhe ekspertizën e automotikëve që kishin numrat e automotikëve të vjedhur në postën e Peshkëpisë. Po, ekspertiza po. Në 1994. Po duhet të lidh Fanin, pra nxjerrim që Fani është Beleri. Dhe në dëshminë e policave ata thonë që ndaluam një makinë të tillë dhe në këtë makinë ishin 3 persona. Ai që jepte mjetit ishte grek. Ishte një ushtarak grek, pjesëtar i forcave speciale të ushtrisë greke. Po. Dhe na tha që kam edhe 2 persona të tjerë në makinë. Kush e thot këtë tani? Thot ky intervistuari i librit. Gazetari. Jo, këtë nuk e thot, këtë që po them, këtë dëshmi, kjo është dëshmia dhe në procesin gjyqësor. Në proces gjyqësor. Në proces gjyqësor dëshmia, dhe dëshmia në këtë proces gjyqësor ndodhet në faqen 22, 24, 26 dhe 27 të dosjes gjyqësore. Kjo dëshmi e këtyre policave. Dhe polici thot, kur ndaluam ishte makinës i jepte ky oficeri grek dhe në makinë ishin 2 persona të tjerë, njëri ulur në sedilën e parë, pas njëri ulur mbrapa. Dhe kur pyetet oficeri grek, që jep një thot, po, unë thot, mora në rrugë 2 persona, thot, që i gjeta, i ishin nga Vorjo e Piri dhe i mora në makinë, thot, dhe nuk ju tregova që kisha armë. Kur pyetet Beleri, thot, po, unë hypa në makinë se kisha fto, thot tekstualisht, dhe ula në sendilen mbrapa të makinës. Pra, në gjyq thot ula në sendilen mbrapa të makinës, kurse gazetarit në vitin 2009 i thot, unë isha ulur në sendilen mbrapa të makinës. Dhe te gazetari është paraqitur me pseudonimin Fani. Kurse në gjyq është me emrin e tij, Fredi Beleri, pra vërtetohet 100% që ky zotëria është Fani. Pra Fani është Beleri dhe vërtetohet që ka qenë dhe thot me gojën e tij që ne kryem aksionin në Peshkëpi dhe në Longo. Pra kjo e vërteton. Prandaj po them që prokuroria ka pasur shumë të thjeshtë i marrë këto, sepse ky libër është botuar në 2010-ën.